2005. Po kështu para se të bëshit polumbar. Para se të bësh polumbar, të isha polumbar, kam qenë thjesht një peshkatar, profesionist i pushës vetë me vel. Kam gjusë që kalama, që më thëmë që 14 vjeç. Në detë edhe se jam da me vel, ajo më bori pasionin më shtu që bësh edhe polumbar, nga që më pëlqen dhe detë. Po ushtrin ku e ke bërë? Ushtrin e kam bërë, kam qenë edhe në bazë ke marina lartë, ke kundër erori, kam qenë shofer, me thënë. Edhe në bazën aty në. Jo, edhe më mrapa shkum, u trasërum, shkum në Shilore, so fillu të fortifikime, kam qenë. Po. U mora me transportin në qendrën e zjarrit me gjithë makinë. Mrapa ushtrin. Mas ushtrisht përse jam bërë polumbar. Thjesht. Ashtu, tash ju filluat direkt në port polumbar apo në fillimisht në port kam filluar, më vjen kam punu shofer, më vjen, nuk këtu erdha shofer me kapten në portit, nga gjithë dhe isha bor në atë kohë. Kishe krijuar një eksperiencë. Jo, isha bor polumbar në atë kohë, më thënë. Më lindë nevojë me që isha afër më merreshëm, më vjen nga gjithë s'kishte edhe polumbar në atë kohë. Punoshëm me nevojë në një gjë, në një cim, në një gjë, në një spirancë. Të natyrat e këtyre, jo... Punë të ndryshme që ka në port. Jo në aksion, përse kemi qenë dhe në një mbytje kur më bët një peshkatar me gjithë barkën, që më bët drejt me marinën, e presysh. Ndoj, një me mbjemër ndoj. Në Shëngjin? Jo, më bët tu në port, në Durrës më fel. Drejt me Pesovën. Drejt, po. Ajo që ka qenë zhytje e dytë që unë kam qitë mëtër me fjallë, edhe kam shku dhe në një aksion, po, në përbetur degës, në një liqente. Pra keni ndihmuar domethënë në këto operacionet të Sigurisht, kemi ndihmuar, pastaj bashkëpunu me gjithë Edin, erdhi dhe Edi, pastaj bëm mbrapa, u bëm dy vetëm, unë isha vetëm, se përballoja dorë dhe për siguri teknike dhe për shumë gjëra të tjera, me thënë. U bëm një kërkesë për të shtuar forcat e polumbarëve, erdhi edhe Edi, kështu që me Edin kemi bërë prapë aksione të ndryshme, edhe jashtë si mëna, kemi punu bashkë. Në ka hes punë të mamë, mirë, nuk kemi pas probleme, jo në kështu. Këtu, domethënë kjo është një punë që ju e keni dhe pasion edhe jeni tash keni edhe të eksperiencën tuaj, domethënë. Këtu në port. Se tash u bët nga 2005 thatë deri tash. Jo, në pak në pushtet u bënë gati që ku ka fillu siguria. E keni krijuar ato. Po. Eksperienca e punës të mëson shumë gjëra, me fjalë. Sa më shumë ekspres, më mirë profesional, më mëson shumë gjëra. Në një rast të vështirë që keni hasur këtu në port për shkak që s'kemi pas raste të vështira, kemi qenë gjithmonë korrekt punës dhe parametrave të zhytjes, ne kemi qenë strikt sepse një gabim të kushton. Pra masat e sigurisë kanë qenë ekstreme. Ekstreme, nuk i falun fare ato. Ajo është një gabim është atë, por ne. Po ajo kushton shumë. Kemi qenë korrekt gjithë. Po kështu, çfarë mendon për këtë si ta marrim kështu si sport zhytjen në Shqipëri, kështu ta marrim çik më ashtu. Do si është niveli i kësaj? Tani ka filluar sikur ka zgjallëruar çik, po më tepër ta polumbar që po bën vetë bën tepër për bënë një punë gjëse sa për të zhytur, kupton, për të vallë të anjet e vjetra, për të marrë hekra për ashtu. Jo, domethënë jo në thelbin e vet. Jo në thelbin e pasionit të interesit personal më vel nisën nga kjo. Ne fillojnë bëjnë lloj gjëra që vjen pak me dinamitë gjëra ashtu. Po. Jo më të ndryshme. Kurse unë kam pas pasion. E zoti Edi e ka pas pasion. E kemi pasion me ven, nuk bëhet laf që ne të natyrë të ndjekim të lloj natyre, më shumë. Që bëjmë të tjerë të ndjekim, të shfrytëzojmë për një gjë, përveç se për punë dhe operacione. Po, për punën që kryeni. Punë dhe operacione që në dalin si kanë dalë raste të ndryshme domethënë, raste të ndryshme.